Është koha që t'i jepet fund dhunës ndaj gazetarëve në Maqedoni, thuhet në deklaratën e përbashkët të Shoqatës së Gazetarëve, Federatës Evropiane të Gazetarëve dhe Qendrës Evropiane për Lirinë të Shtypit dhe Mediave. Katerina Mikulçak nga Qendra Evropiane gjendjen me lirinë e mediave në vend e vlerësoi si tetë shqetësuese, ndërsa sulmet ndaj gazetarëve i karakterizoi si sulm të drejtpërdrajtë ndaj demokracisë. We call on the judiciary and all responsible authorities to stop. Megjithatë, ajo është mbi 10. Sulmet verbale apo shtyrjet nuk mund t'i numërojnë. Të gjithë që dje ishin brenda apo jashtë kuvendit në një farë mënyre ishim të ekspozuar ndaj dhunës, qoftë ajo fizike apo verbale. Detyra jonë është të bëjmë trysni në shkallë ndërkombëtare dhe shtetërore. I bëjmë thirrje ministrit dhe prokurorit publik t'i hetojnë këto raste. Kryetaria e Sindikatës së Pavarur të Gazetarëve tha se sot deri në mesditë ka pasur mbi 10 denuncime të sulmeve fizike ndaj gazetarëve, por si thot Tamara Çausidis, pritet që ky numër të rritet akoma më shumë. Finalna brojka nemame, međutim poголема е od 10. Nuk kemi numër përfundimtar për rastet e sulmeve fizike, megjithatë ai është mbi 10. Sulmet verbale apo shtyrjet nuk mund t'i numërojnë. Të gjithë që dje ishin brenda apo jashtë kuvendit në një farë mënyre ishin të ekspozuar ndaj dhunës, qoftë asaj fizike apo verbale. Sipas sekretarit të përgjithshëm të Federatës Evropiane të Gazetarëve, Ricardo Gutierrez, kjo organizatë të reagojë deri tek politikanët evropianë që këta të fundit të ushtrojnë trysnin ndaj politikanëve të Maqedonisë për zbardhjen e të gjitha sulmeve ndaj gazetarëve. Our role is to put pressure on international and local. Detyra jonë është të bëjmë trysni në shkallë ndërkombëtare dhe shtetërore. I bëjmë thirrje ministrit dhe prokurorit publik t'i hetojnë këto raste dhe të veprojnë në mënyrë adekuate. Dëshirojmë të ketë hetim të qartë, ndërsa të njëjtat do të ndiqen edhe nga ne. Pas dhunës së mbrëmshme ndaj gazetarëve reagoi edhe Këshilli për Etikë në Media, i cili kërkoi nga policia dhe prokuria publike zbardhjen e menjëhershme të incidenteve. Ngjarjet e këtilla janë një dëshmi e rëndë për kushtet alarmante me të cilat ballafaqohen mediat. Sulmi mbi ta është sulm mbi demokracinë, gjë që paraqet krim ndaj shoqërisë. Në rast se autoritetet nuk marrin masa serioze për mbrojtjen e lirisë së shprehjes, atëherë ata që kanë synim që me forcë të heqin gazetarët dhe zërat e tjerë kritik në shoqëri do të inkurajohen edhe më shumë. Agjencia për Shërbime Audio dhe Audiovizuale, krahas dënimit dhe agresionit të mbrëmshëm, kërkon siguri për ekipet e gazetarëve, por edhe raportim profesional nga ana e mediave. Mbrëm, shumë gazetarë nuk u kursyen nga dhuna e ushtuar nga disa persona që hynë në ndërtesën e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për ta kundërshtuar zgjedhjen e kryetarit të ri të Kuvendit.